Një përplasje radhës ka nisur mes gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese për çështjen e mandateve të anëtarëve të kushtetueses. Shkak për këtë përplasje është bërshkresa e datës 15 prill, ku gjykata kushtetuese ju drejtua me një shkresë gjykatës së lartë, ku e njoftonte se çështja e mandatit të anëtares së kushtetueses Sonila Petja. Kjo çështje do të shërtojë në seancë plenare në bazë dokumentash dhe pa praninë e palëve. Sipas gjykatës kushtetuese, përbërja për të rihet çdo 3 vjet me 1/3 e saj, sipas procedurës së përcaktuar me ligj dhe sipas ligjit, procesi duhet të niste në 2022-shin, që skema të ishte funksionale për të nisur zbatimin e plot në 2025-ën, me ndryshimin e 3 anëtarëve, një për secilin organ emërtese e për të vijuar më pas në vitet 2028 dhe 2031. Shtatorin e vitit të kaluar anëtarja Elsa Toska dha dorëheqjen dhe në muajin dhjetor, kryetaria e gjykatës Holta Zaçaj refuzoi deklarimin e përfundimit të mandatit të saj në mars të vitit 2025, sipas parashikimit ligjor. Situata u pasua me një shkresë të gjatë që presidenti Bajram Bega i dërgoi në fund të muajit janar gjykatës kushtetuese, në të cilën nuk mungonin notat kritike dhe vijej në dukje ndër të tjera se gjykata duhet të kishte përfunduar procedurën për deklarimin e mandatit të gjyqtares Betja dhe të kishte njoftuar presidentin për vakancën përpara datës 25 janar. Në një reagim të fundit për të situatë përmes një shkrese, gjykata la shpresë se ka të pamundur të shmang habin mbi rastin, duke nënvizuar se për herë të parë në historinë 33 vjeçare nga krijimi i gjykatës kushtetuese, një gjykim i natyrës deklarative i nështrohet një procesi gjykimi me palë kundërshtare. Gjykata e lartë ka mbuluar se kushtetuesja nuk duhet të bëjë gjykim për këtë rast, por thjesht duhet të deklarojë përfundimin e mandatit të Sonila Betjes.